Kush do ndërhyj më këtë? Okej, duhet apo nuk duhet, kjo është një diskutim, dakor, nuk është kjo pyetja. Nuk është kjo pyetja. Pyetja është pse nuk është i qartë e shkruar e zeza mbi të barë ky pushteti i pavarur, që mos t'i lër shteg ati kreut pushtetit tjetër që ta interpretoj kështu. Ligji është i shkruar, ligji është i shkruar e zeza mbi të barë, dhe spaku vete që nga keshi, vete që në kryeministri, vete në kuvend, vete spaku është i specializuar për korupcionin, dhe korupcionin nuk e bëj rojet e parkingjeve, korupcionin e bëj zyrtarët e lartë. Ky thot jo mos vepro, ti thot se ndërhyn tek puna ime. Ju keni punën tuaj, thot unë kam punën time, thot. Ore, i një vende që flisni për. Ky, dhe tash i shkot që nxjerr, bidat i ri ky. Tash i nxjerr dhe thot, të kemi, thot, po, hetimi nuk preket, thot. Po, e mbështes. Bëni hetim, thot, po dënojni, hetim po jo sankcion, jo dënim në fund. E kupton? Tashi, ky, e kupton? Shkatroj gjithçka u ndërtua. Unë e kam thënë dhe e them, reforma në drejtësi nisi në mënyrë të njëanshme, djegje mandateve nga anë e Lulzim Bashës, ishte e qëllimt. Për të lënë ngritja e spakut u votua një zëri nga gjithë deputetët e kuvendit votimi po jo implementimi. Dhe ajo bëj qëllim që fakti që u votua tani njerëzit besojnë që dhe do implementohet. Po ndoshta ata vetë nuk e dinin asnjë nga ata që votuan se do të ndodhte në vim dhe ndoshta do të punojë vërtet në këtë reformuar edhe. Në momentin që është votuar 140 deputet s'kishin flet për reformën drejtësi. Pastaj filloi u implementua, po kush e implementoi? Vetëm e majta. E kupton, dhe e bëri se kishte Blinkenët nga mbrapa, edhe bëri me nëngratat e tij gjitha këto. Tashti që po i vjen te dera, kjo reformë s'bëka fare. Kjo bilata po ta futen këtu e pa me bum. Ky do të krijojë një bunker. Do të krijojë një institucion refraktar ndaj drejtësisë, që ky të vazhdoj të bëj prapë si për shpëtuar veten, thoni ju. E njëjta pyetje zoti Lubonja dhe për ju. Tani unë nuk jam dakord me këtë tezën që po dëgohet shumë, që ky sikur e bëri kthesën tani. Domethënë, ishim në rregull, drejtësia po funksiononte, por befas i shkuan Ramës te dera dhe drejtësia nuk funksionon. Në fakt, ju si mendoni? Kjo është një narrativ e gënjeshtërt. Reforma në drejtësi që kur ka filluar dhe si ka vazhduar, unë kam qenë pak a shumë koherent në këtë, nuk mund të mendohej që njeri si Rama, që e di se çfarë bën, do ndërtonte një drejtësi që do të fuste atë në burg. Kush e mendon këtë, nuk e di se si e mendon. Justifikimi ka qenë që jo po se ka bërë Rama, po e kanë bërë Amerikanët. Kjo ka qenë ideja. Ja kanë imponuar sa i nuk donte. Unë jam kundër kësaj teze. Reforma në drejtësi u bë që të kap drejtësinë si gjithë reformat që ka bërë Rama për të fuqizuar pushtetin e vetë, por sigurisht me dinakëri, duke përdorur ndërkombëtarët, se nuk i fuste dot vetë në burg kundërshtarët, por i fuste duke përdor Amerikanët. Si që thati, e kalon do ti Atlantikun? Po tani çfarë ka ndodhur atëherë? Pra, e dun Amerikanë burg. Tani çfarë ka ndodhur? Pyetja çfarë ka ndodhur? Është e drejtë pyetja. E tha avokati që i shkuan këtij shumë afër. Disa thonë që ka teza këtu, nuk jemi të qartë, po unë nuk e mendoj kurse si se drejtësia, kam thënë dhe këtë tezën tjetër, që drejtësia si institucion nuk mundet të funksionoj si kur të kesh prokurorët më të mirë të botës, aty, në Shqipëri e kam fjalën, tek ata, në qoftë se nuk funksionojnë edhe institucionet e tjera në atë drejtim. Pra kur duhet pra shteti së drejtës, pra të funksionoj ekzekutivi, legislativi, domethënë politika, gjitha, është si një flot, kam thënë, që nuk mundet kur gjitha njët shkojnë drejt korrupsionit, drejt rritet korrupsionit, drejt vjedhjes, drejt grabitjes, drejt klientelizmit, drejt gjitha, ti me një anijet vogël, spakun, ti i ktheke këto mbrapç. Nuk funksionon. Dhe s'ka funksionuar. Ajo që po ndodhë është treguesi
që të zhveshi Ramën, sepse Ramës i duhe reforma në drejtësi dhe i është dashur dhe ndoshta akoma do ta përdori për të bërë atë fasadën e futjes në Europë, për të shitur që ja po bën shtet të së drejtës, pra ka qenë mjeshtër në dy double lojën me dy fytyra. Më një anë ka ndëjtur me krimin e organizuar, nga ana tjetër takohet me Tony Blairin, me këta gazetarët, me gjithë këta. Në një anë pra këtu na shet një reformë në drejtësi që do ndërtoj shtetin për të hyrë në Europë, shtetin e së drejtës, nga ana tjetër bashkëpunon në mënyrën më konstante dhe në mënyrë galopante me krimin. Këto dyja nuk qëndrojnë dot. Dhe unë mendoj, për të ardhur tek pyetja juaj, që SPAK-u në kohën e Krajës ka qenë krejtësisht ushtar ai Kraja i Ramës. S'ka funksionuar. Ka funksionuar vetëm në atë funksion që donte Rama. Kapte këta kundërshtarët e vetë dhe këta. Më mbrapa, sigurisht ka pas një mbështetje ndërkombëtare, që një dyftyrsi mund ta quajë ndërkombëtarëve, sepse ata duhet dhe politikisht të shikonin nëse këtu ka korrupsion, çfarë ndodh këtu, por e kanë mbështetur Ramën, por kanë mbështetur edhe SPAK-un, sikur e bëri Rama SPAK-un, ndërkohë që tani kjo po del dhe sigurisht ka individa atje, pa dyshim, për shumë arsye, qoftë për arsyen ora janë të ri, duan karrierës, duan të hypin në anijen e Ramës edhe të mbyten me gjithë Ramën, të identifikohen me regjimin, se ky është një regjim që një ditë do bjeri. Pse të identifikohem si ata gjykatësit e Enver Hoxhës apo jo, thot tjetri, kam hapësirën time, jam në rregull, një pjesë nga këta, jo të gjithë. Pra, të mos identifikohen si institucioni një regjimi, një pjesë, nuk e duan. Dhe ka dhe një çik mbështetje ndërkombëtare, ku më shumë ka fasadë për mendimin tim se sa substancë, në kuptimin që më shumë ju duhet si ka dalë boja, si ka mos i tash duhet bëjmë një, nuk mund të mbrohet balluku sepse na del boja fare, kupton? Në këtë aspekt pra, unë gjykoj që Rama tani që erdhi puna tek ai ishte provë edhe e kanë thënë dhe tjerë, se them dhe unë, kush gjitha, po shkoj SPAK-u te Rama, nuk kemi drejtësi të pavarur. Ideja që do t'i vi radha Ramës është një narrativ që është ushqyer shumë nga një pjesë, do t'i vi radha Ramës, ndoshta Klodi s'është dakord me këtë, por unë mendoj që Rama i ka llogaritur gjitha këto punë. Atë bunkerin që thot avokati, për mua ai në bunker ka qenë i siguruar, por diku sigurisht krimet e shumta që dalin që bëjnë mu, e vën në krizë. Edhe Enver Hoxha mund të vijë në krizë me pushtetin absolut që kishte, jo ky. Dhe në këtë krizë, kupton, ai nxjerr dhëmbët dhe akoma nuk i kanë nxjerr dhëmbët plotësisht, nëse vërtet do rrezikohet, sepse se kanë thirrë një herë akoma. Më thoni mua, si ka mundësi që ky SPAK-u që qënë kërka i pavarur, nuk guxo ka thresi një herë di Ramën, kur e di gjithë Shqipëria që ai është kapo banda i kësaj organizate. Mund ta di gjithë Shqipëria, po ai ndoshta në për letra nuk figuron ti. Ai figuron letra, po si figuroi Sali Berisha me një avokat më thotë, me një vendim atë. Nuk e di, nuk e kam parë dosjet, po pa ludoj. Merr standardin e akuzave ndaj Sali Berishës, aplikoja Ramës. A e ti ka dalë vetëm një, ajo e Partizanit apo jo. Tani më thuaj ti sa firma ka bërë Rama, ai ka shkuar, ka mbrojtur inceneratorët vet atje. Ka shkuar, i ka mbrojtur aty. Janë firmosur 7, jo më në Elbasan shkoi me ekipin. Dhe në kuvend komision parlamentar. Ka firmosur 17. Por drejtonte tabaku, përballë tabakut tek një fjalë. 17 letra janë firmosur në një ditë, siç thuhet për inceneratorët. Si s'pas ka prova për të. Po kjo e Ballukut. Po si s'pas ka prova për të, shkon Turqia aty bashkë me Ballukun, i madhe i vogël që ky ishte një shërbim, për shërbimi që i bëri Erdogani për zgjedhjet, që me atë miku, se ky është një mik i Erdoganit, ky biznesmeni, dhe i ktheu borxhin që kishte, nëse mund ta quaj kështu, dhe është ky që ka vendosur. Do thuash ti, pra është një mesazh që Rama po jep SPAK-ut për veten, do qëndrojë larg, po përfiton dhe Balluku, se kaq e thjesht jetë. Kjo mbrohet organizata këtu. Këtu mbrohet organizata. Balluku mund të sakrifikohej. Pse nuk e sakrifikoi?
nuk mund ta themi me 100%, sepse gjithmonë do të lë një ide që se dikush thotë që e ka kërcënuar, po shkova unë do t'i them gjitha aty. Se nuk i din ata. Mund të qëndroj. Ata i din, po ky është problemi, se po i tha publikisht ajo, ose kërcënohet, se kupton, ose dhe gjëja kryesore, që është e rëndësishme, që duhet thënë këtu, dhe ta mbyll se zgjata shumë, është kjo, që kjo provon se në qoftë se ti nuk godet sistemin, po ti godet disa segmente, disa kokra, po jo sistemin, asgjë nuk ndryshon. Rama këtu po mbron jo veten, po mbron sistemin që ka ngritur. Sistemin po se pora sistemi bje vetë. Sepse bje vetë. Sistemin se ka ngritur Rama, e ka ngritur e gjithë politika? E ka ngritur, sigurisht, po sot është ai në krye dhe sofistikimin më të madh, sidomos futjen e krimit organizuar në ekonomi dhe deri në politik. E ka për Rama, thonë. Që vetëm 10 fjalë, jo më shumë. Ky Rama e futëm në dushë Ramën dhe e nxorëm të larë. Dhe ky është kryeministri i Shqipërisë. Përse nuk e sulmoi Spakun kur godiste opozitën dhe ti thoshte ti po shkatron demokracinë, s'mund të hap kapitujt pa opozitë. Dakord? Ky lideri. Kjo është acik. Mi po ai, çikoti, ignoranca politike, është shalli i madh. Edhe ai viktime kësaj pune është se e dinte që shkote Vučići, qot çanta me lek këte, hikani me Gonigalin. Kështu e ka drejtuar Shqipërinë. E kupton? Kështu e ka drejtuar Shqipërinë. Prandaj, s'të mbjellësh, po mbolle erën do korrësh fortunën, thot populli. Kosto bie mbi qytetarët. Normal dieta i më Unë dhe Lubonja kemi patur në gjithë të vite një përplasje ose një debat shumë të ashpër lidhur me Spakun, po me qënë se zoti Lubonja e pranoj më në fund sonte, s'kam çfarë t'i them, sepse, ja, ta shpjegoj. Ta shpjegoj, se unë dëgjova me shumë respekt dhe ju e dini, unë e kam thënë publikisht që ju jeni pasuri kombëtare dhe nuk e fshek këtë gjë. Po debati i vlen edhe opinionit publik. Debati konstruktiv është shenjë demokracisë. Absolutisht, dhe do të vjoj të qëndroj ides time të palëkundur, që patjetër zoti Rama brenda Spakut mund t'i ketë shtrirë të takulat, por kam qenë i qëndrimi dhe i qëndroj fort kësa ideje, që ka segmente caktuara ose ka aty prokuror të caktuar dhe gjyqtar të caktuar, pra në prokurorit posaçme dhe në gjykatën e posaçme, të cilët zoti Rama nuk i ka kapur asnjëherë sipas meje. Pra ky ka qenë qëndrimi i palëkundur, po ti marrësh të gjitha daljet debatet me Lubonjën e tjera me radhë, po pse se ka thirrur Rama atëherë? Ja, do ta shpjegoj. Atëherë, për herë të parë, unë mendoj që Spaku ka prekur sistemin. Dhe cilat janë 2 dosje që sipas meje kanë prekur sistemin. E kanë prekur sistemin për ta kthyer në normalitet. Për ta goditur sistemin. Pra, rasti i parë është rasti i Akshit. Pra, Spaku arriti të hetonte një dosje ku tregonte bashkëpunimin e politikës të krimit organizuar, dhe e quante grupi strukturuar kriminal. Po patjetër, sepse çfarë është? Ja, pra këtu ka qenë Zeza mbi të bardhë shkruar. Se këtu e ka mund tani. Po shumë dakord. Atëherë, në rastin e Akshit, Spaku preku tamam sistemin dhe ju tregoj për herë të parë me një hetim qytetarëve shqiptar që ne kemi një shtet të kriminalizuar, sepse fakti që ti ke kopshtin e kryeministrit, siç është Akshi, që tenderat paracaktohen, që policia përdoret për të rrëmbyer biznesmen dhe për të detyruar të tërhiqen, që njeriu Elgys Agasi që konsiderohet eminenca gri e kryeministrit është njeriu i cili dyshohet se urdhëronte këto krime në një farë mënyre. Në këtë rast Spaku na ka treguar ose ka bërë një përpjekje të konsiderueshme, duhet thënë, për të prekur sistemin. Dhe rasti i dytë, që është një përpjekje serioze në këndvështrimin tim, për të çmontuar sistemin e korruptuar, ka qenë rasti i zonjës Balluku. Dhe pse e them këtë gjë? Të dy për koincidencë brenda kryeministrisë. Edhe Akshi edhe zvendës kryeministrja. Nëse mbani mend, deri pak ditë përpara se ne të raportonim lajmin në News 24, nuk e besonte askush dhe kishte madje një debat shumë të arpër. Si mund të shkojë Spaku, se Spaku është në hyjtmin e Ramës, nuk guxon do Spaku të shkojë te Belinda Balluku, në fakt Spaku shkoi. Sa u befatua dhe vetë kryeministri ndoshta. A jam unë e qëndrimi që Spak në fakt ka bërë një gabim aty? Po, jam e qëndrimi dhe e kam thënë publikisht. Kush është gabimi? Gabimi është që në rastin e zonjës Balluku do duhet të shkonte
në mënyrë të drejtë për drejtë me kërkesë për autorizim në kuvend. Edhe me kualifikim tjetër ligjor. Jo me shkelje barazis tendera. Po këto janë dy çështje Ka ministri shkelje barazis tendera. Korrupsion ose pafajësi. Duhet ishte shkruar. Nuk ka diskutime. Nëse unë kam një kritik në lidhje me rastin e zonjës Balluku, është pikërisht që prokurori ose grupi prokurorëve që është tashmë nuk ishte pse të shkonte në disa faza, po mund të shkonte në mënyrë të drejtë për drejtë. Qedimi i Spakut në fillim sjelltohet se jage. A mund t'i bëj dy pyetje? Ka qeduar. Këtë kam pyetur shumë kryetarës. Po më thuaj, unë po e kritikoj këtë gjë. Po ti do të kundërshtoj atë? Pse nuk kanë shkuar drejt për drejt dhe pse nuk kanë filluar? Atëherë, arsyetimi, ja, unë kam kërkuar këtë përgjigje edhe me shkrim. Dhe arsyetimi që më ka ardhur nga prokuroria, një sekondë. E keni kërkuar me shkrim? Po, e kam kërkuar zyrtarisht. Ka qenë që në momentin e parë, prokurorët kanë patur të dhëna vetëm për një procedurë tenderuese. Dhe kjo ka qenë arsye për tunelin e Llogaras. Për tunelin e Llogaras. Kur kërkuan masën e pezullimit nga ushtrimi i funksione dhe ndalimin për të dalë jashtë vendit, prokurorët kishin të dhëna edhe për një tender tjetër. Loti i Unazës së madhe. Loti i parë i Unazës së madhe. Ndërkohë, nga një hapje një telefoni ose ekspertim, ta quajmë në gjuhën e ligjit, të një telefoni tjetër të Eviz Berberit ose këqyrje celulari, u gjetën të dhëna që implikuan për 11 procedura tenderuese. Dhe parë në këtë aspekt, prokurorët arsyetojnë edhe në kërkesën e drejtuar kuvendit që ne erdhëm tashmë me kërkesë për autorizim dhe për leje për të arrestuar, sepse është përsëritse, pra vepra dyshohet të jetë kryer në disa raste, vlerat e tendrave janë në miliona euro, tjera me radhë. Pra, ky ka qenë arsyetimi që ka dhënë prokuroria. Po kjo masë shtrënguese erdhi me njerë pas zhvillimeve që lidhen ngushtësisht me gjykatën kushtetuese. Pra, kur çështja shkoi nga Rama në gjykatë kushtetuese. Nuk ka lidhje se juristët më kuptojnë drejt. Do të thënë, çështja e pezullimit nuk ka lidhje fare me kërkesën për arrest. Ndodhemi një herë se